Në përvojën tonë në klinikën e neurologjisë, mosha më e re në cilën e kemi diagnostikuar sklerozën multiple ka qenë 11 vjeçare. Mosha më e madhe 57 vjeçare. Okej, po kur jemi te kjo mosha më e re, sepse këto tash shqetësohemi na gjithë. Fëmijët nuk japin simptoma dhe shpesh nuk dinë edhe me i transmetu si të rritur, se na dhe i përbolizojnë pak na të rriturit, kur shkojmë te mjeku, pak prej frikës, pak pse kemi një ori, pak pse lexojmë. Një 19 vjeçar mund ta tregoj pak më thjesht. Po, besoj që me qenë se janë të rralla rastet, tash mos jetë alarmues për prindërit, patjetër rastet të rralla janë ato në moshën 18 vjeçare që i diagnostikojmë, por ndoshta është edhe më lehtë diagnostikimi sepse zakonisht edhe një fëmijë 13-14 vjeçar, më që është i rritur, mund t'i shpreh simptomat e veta, pra mund që nuk shoh me një sy ose kam një dobësim, por shpesh edhe të fëmijët janë simptomat ndoshta më që bien në sy. Meqense ata janë një grup mosh që nuk ankohen zakonisht fizikisht në probleme të ndryshme. Pastaj tregojnë ndryshimin. Manifestimi i simptomave aty për aty është shumë alarmues edhe shumë tërheqës i vëmendjes për prindin ose kujdestarin në mënyrë që ta kërkojnë një këshill mjekësore.